Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Elhamdulillah, ja ku jemi sot së bashku, dita e 18 e Ramazanit. Elhamdulillah, që Zoti i Madh na e mundson këtë agjërim dhe jemi bashk siç e kemi nisur në fillim, duke lutur Zotit, duke lutur Allahut pra që të japi sukses e të na bëjë të mundur që të jemi me agjërim të mirë, me agjërim të vërtet deri në fund të Ramazanit. I madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu kur njeriu t'ia mundson të bëj vepra të mira, tregon kjo se e don atë. Pa përderisa Zoti, përderisa Allahu na mundson që të jemi tek veprat e mira, tek punët e mira, tek adhurimi, ky është një argument i qartë se Zoti na don. Elhamdulillah. Në Zotin që të jemi tek të dashurit e tij sa të jemi gjallë. Një nga lutjet e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, një lutje që është mësuar nga Zoti që ta bëj këtë lutje. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa al-amala alladhi yusiluni ila hubbik. O Allah, o Zoti im, unë kërkoj prej teje të fitoj dashurinë tënde. O Allah, o Zoti im, ma mundëso që të fitoj dashurinë e atyre që të duan ty. O Allah, o Zoti im, më mundëso vepra dhe punë dhe sjellje që më bëjnë të arrij me të vërtet tek dashuria jote. O Allah, o Zot, ne të duam, na duaj dhe ti neve. O Allah, o Zot, ne i duam ata që të duan ty. O Allah, o Zot, na mundëso që edhe ata të na duan neve. O Allah, o Zot, ne duam të veprojmë vepra që të fitojmë dashurinë tënde. Na mundëso, Zot, që të bëjmë vepra dhe të sillemi në atë formë dhe mënyrë që të fitojmë dashurinë tënde. Amin. A prishet agjërimi kur vendosim vaj dafine në hund për shkak të bllokimit nga gripi? Këtu ka dy gjëra që duhen sqaruar. E para, ne nuk kemi pse të sforcohemi e të vuajmë se po bëjmë agjërim. Kush e ka të nevojshme, merr prish, le ta prishi. Allahu se ngarkon njeriu tej dhe jashtë mundësive të tij. Nëse është e nevojshme, merr prish apo me vaj dafine, pa vaj dafine, me vaj rigoni, pa vaj rigoni, me vaj karafili, pa vaj karafili. Kush e ka të nevojshme ta prishi agjërimin, le ta prishi, iku e para. E dyta, nëse gjëja që hidhet në hund ka përcen në fyt, prishet agjërimi. Bëhet përjashtim vetëm aparati i astmës, pasi ai që shkon poshtë shumë pak dhe nuk është e drejt për drejt në stomak e tjerë. Selam nga KRK Kroacia. Aleikum selam. Fshati Borin. Ana e Pridepit, Allah i rujtë, faleminderit, sot i shërbet nga Milano, sot i në roft. Nga Franca, aleikum selam, Allah nga Durrësi. Nga Berhati, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Amin. Respekt thot nga Vlora, aleikum selam. Nga Vlora thot ky vllai këtu, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh.
Një sekund. Jemi nga Vlora. Okay. Sa minuta mbas imsakut falet sabahu? Pra kjo është pyetja milionere quhet. Pra mund të jetë bërë kjo pyetje deri tani nga fillimi i Ramazanit 250.000 herë. Dhe ne po japim përgjigjen për të 250.000 herë dhe themi sabahu falet 20 minuta mbas imsakut e lartë. Nga Slupçani Kulmanovës, Zoti ju rujt, Allah ju dasht fort. Është hera e parë thotë që unë agjeroj pasha të madhin Zot, nuk pas ka gëzim dhe ndjenjë më të bukur sa njeriu që agjeron dhe unë tani e kuptoj se çfarë kam humbur 25 vite. Allahu të rujt, Allah Zotit nderoft, na kënaqë Zotit dasht. Ashtu është Allah, ashtu është për Zotin. Nëse kam 350 gram ar, 14 karatsh, si jepet zekati? S'kam një makinë llogaritse këtu. 350 shumëzim për 14, pjesëtim për 24. Nëse del shifra mbi 85-ën, atëherë do të japësh 2.5%. Jam nga Firenze, thotë, doja të pyesë për Bajramin dhe për natën e Kadrit, për ne që kemi filluar me datën 18. Ecni me kalendarin që keni filluar. Doja të dija se çfarë duaje, lutje bëhet për namazin e duhas, nuk ka diçka specifike. Selam. Aferizave, selam. Nga Treshi, Allah i rujt. A njët ibadet qëndrimin në xhami nëse punon aty si mirëmbajtës? Po, nëse rrin me niyet, nëse rrin me niyet, pra nëse e çon në mend një gjë të tillë, po, quhet absolutisht quhet, po. A Ferizaj, Allah i rujt Ferizaj, nga Rapraka, Allah i rujt. Pije ujnë, nuk ka përpër se kam pi, stresit zero. Selam nga Sureli, i rujt Zoti, Allah ju dasht fort. Selam nga Wellsi, Austria, valikum selam, Allah. E pash një postim tënd nga meniu, a je këtu, isha dje dhe shkova erdha. Dje isha në meni për projektin dhe erdha. Amin gjithve. Nga Shari, valikum selam, Allah. Dhe vjen pyetja tjetër, trilionere, jo pyetje milionere, po pyetje trilionere, si mund ta di kur është imsaku? Me kalendarin, edhe e kete kalendari. A prish agjimin se bëjmë hijame? Jo, në mendimin më të drejtë të dietarëve. Selam thot nga Roma, wa alaikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. A fillon 10 ditë që i funit fillon me datën 21, natën e 21 të Ramazanit. Pra 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zotin e pranoft pendimin që kemi mbajtur agjërimin gjithë këto vite. Amin, amin. Nga Greqia, Allahu i rujt, Zotin nderoft. A lejohet të mallkosh politikanët e korruptuar? Po, lejohet, s'ka asë dhe problemi. Por më mirë që t'i lutesh Zotit që Zoti t'i udhëzoj. E të rahatoj njerëzit prej sherrit të tyre. A si gjykim islam lejohet.
Jetoj në Athinë dhe desha të pyes derisa vazhdon ngrënia e syfyrit. Deri në imsak. A kemi të drejta me lexu Kur'an derisa të perëndojë dielli, është e lejueshme? Derisa të perëndojë dielli, mas perëndimit të diellit, deri në lindjen e diellit, para lindjes të diellit dhe mas lindjes së diellit. A mund është t'ja heqësh bllokun një shoku se të përcjell për natë? Po përderisa përcjell do të thotë që s'pas ka bllok. Kështu që na trego kush është ai ti rrasim i bllok. Desha të çel një bunar për prindrit e mi, thotë, ja po të ndihmoj këtu. Selam nga Strasburgu, si t'ja bëjmë me lekët që fut banka çdo vit si përqindje? Merri këto lekë dhe çoj tek xhamia dhe thuaj që janë lekë që përdoren për pastrimin për banjët e xhamisë. Nga Milano, nga Korçova, selam, nga Kavaja, selam, rahmetullah. Ose na i sill neve se i përdorim ne për nevojat e ndryshme që kanë banjët e xhamisë për rregullim banjosh e kështu gjërash. Ka shumë faqe Kur'an, cila është më e mirë që mund më dërguar linkun. Shiko përkthimin e Sherif Ahmetit ose Hasan Nahit, ato përkthimet e fundit që janë përmirësuar dhe nga ana, le të themi, dialektikore, letrare. Selam thot nga Mitrovica, aleikum selam, rahmetullah. Nga Shkupi. Zeqati i arit a jepet çdo vit? Po. Nga Karabunara e madhe Lushnjë, ju dua juve, thot fort edhe gjithë vëllezërit besimtarë dhe besimtare, Zotit dashur. Selam nga Piacenza, aleikum selam, nga Mitrovica, nga Ferizaj, aleikum selam. E sabi 350 gram, 14 karat, e tham pak më lart, e ke këtu më lart. Nga Fieri, nga Kosova, nga Durrësi, nga Vlora, nga Miribori, aleikum selam. Selam nga Revuçi, xhamia e fshatit Revuç, Kosovë, Allah ju rujt, aleikum selam. Selam nga Dibrazhdi, aleikum selam, rahmetullah. Kur guslin mund ta marrim disa orë më vonë. A duhet të rrobat e trupit t'i heqim? Jo, nuk është kusht patjetër. Nga Deçani i Dugagjinit, Zoti ju rujt, aleikum selam, rahmetullah. Ka rënë tërmet, thot dikush këtu. Se di vallai, unë nuk kam ndier gjë. Kam problem me urinën dhe lidhem namaz ndodh që sikur prishet apo sikur pikon. Mos i kushto rëndësi fare nëse është situata e tillë. Kur të marrësh abdes, pastrohu dhe sistemin e lagu pak nga poshtë më shumë se ç'duhet, edhe kjo mjafton. Kosova Lipiani, aleikum selam, nga Italia, Zoti ju rujt. A mundem bëj hatme pa abdes? Po, lejohet. Rogozhina, aleikum selam. A pranohet agjërimi pa namaz? E kemi thënë më shumë se 900.043 herë që pranohet agjërimi pa namaz. Amin. Selam, thot nga Kosova, aleikum selam. Selam nga Kumanova, aleikum selam, rahmetullah. Ma jep linkun si ti dërgoj, për çfarë bëhet fjalë? Nëse bëhet fjalë për ato lekët që jep banka tepër, që shton banka, atëherë flasim mbas live-it, inshallah taala, më shkruaj në inbox edhe t'japum informacionin. E tundi tërmeti thot këtu në Elbasan.
Kur bjerë tërmet, bjet në shahadet, vlezën dhe motra, thuhet la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. E ke bërë thot një natë blok o hoqë, e kam amanet nga i që të them me ja heq. Po ti e ke amanet, po kësë do thot që unë du të bëj. Ti amanetin e qove në vend, e në regull. Bloku është shumë vështirë të hiqet. Që të hiqet bloku ka procedurë. Alejo të jetë kursit lexohet shqip në namaz. Jo, duhet lexuar vetëm në original. A mundi serim si kemi ardhur të Kurani i shkruar që lexojmë sot. Në dy forma. Originali është ai i shkruar i kohën e Uthmanit, gjendet originali, dhe e dyta me transmetim. Pra me përcjellje gojore. Mas sa minuta, mas imsaku ta fali sabahun. E kam thonë përgjigjen në të njëjtën video, kur ta mbyllim dëgjojë inshallah vash. A mund të falet sabahu pas orës 6 të mëngjesit, varet se kur lind dielli. Nëse lind dielli në 6 nuk mund ta falësh. A u plotësuan thot ato 100.000 eurot për atë tokën e xhamisë që keni kërkuar në Parma? Vallai, unë nuk e di fiks fare, po do të futemi tek linku, është një link i komunitetit musliman shqiptar, aty duhet me parë, domethënë, nëse është plotësuar 500 mishe, do thotë që është plotësuar. Inshallah taala po i themi dikujt nga vëllezërit që të futet edhe ta shohë dhe të kthejë ty përgjigje. Nga Kavaja prap, aleikum selam, nga Leverkuseni, aleikum selam. Prap vjen pyetja sa kohë mas imsaku duhet fal sabahu, e ke në këtë video, dëgjoje. Inshallah. Dëgjoje se e kam dhënë përgjigjen. E kam dhënë përgjigjen për të 200 mitën edhe 43 herë. Pra e kam dhënë këtë përgjigje këtë Ramazan 223 herë. Se kur falet sabahu mas imsakut. Po e ke edhe të kjo video, kështu që dëgjoj inshallah. Selam nga Gjermania, aleikum selam, rahmatullah. Nga Fueri, aleikum selam, rahmatullah. Nga Italia, nga Durrësi, nga Kroacia, Milano. A leo të bëjmë jasin me lek për xhallarët e vdekurit? Jo. A keni ndonjë koment për luftrat? E fundit nuk kam komente. O Ermal, Allahu të rujt. Edhe unë jam një vllaj që ta duhet mirën, ta dish. Selam nga Mamurasi, aleikum selam nga Puksi, aleikum selam nga Gjermania. Thot, te imi kohën Zëfyrit më fal, a është namaz nate. Po. Kam shkruar në privat thot emrin e atij shokut që ja ke bë blok. Hajr inshallah, hajr. Unë ati shokut ta t'i këshilloj që t'hapi një llogari të re, edhe nuk i bëjmë blok të llogaria e re. Nuk i bëjmë blok tek llogaria e re. A duhet thrit i kameti për femrat? Po. Edhe në Vlorë thot unë djetë rëmeti. Allahu na falte, na mëshiroft. Lexoj një SMS të Facebooku se ta kam dërgu. Do më thonë ta mbyllim live-in, edhe të lexojmë atë SMS-n tata atje. O hoxhe, dërgove qat informat për bunar? Po, e kam dërgu. E ke tek komentet. Nga Kavaja, nga Matajqi. Aleikum selam, bire Matajqi. Shumë e bukur thot kjo këmisha, thot komplimente. Po pra, po, shumë e bukur. Po mund të hajsh dhe ti blokun të një pik mjesit edhe i merë komplimentet me vete.
A mund të lexojmë Kur'an pa abdes? Po, mendimi më i saktë. Nga Lazarati, aleikum selam wa rahmatullah. A lejohet për ne që nuk i dim surat e faljes të falim nëpërmjet telefonit, inshallah po. Çfarë ore falet sabahun? Pra 200.045 herë në këtë Ramazan janë përgjigj kësaj pyetje. Regjistroj çik 200.045 herë. Çfarë ore falet sabahun? A mund të japim zakatin për dikë që është i smur dhe kërkon ndihmë për një operacion? Po. Përse njerëzit e drejtë provohen më shumë, sepse shpërblimi i tyre te Allahu është më i madh. A mund të me hatë me në gjuhën shqipe? Jo. Nga Kanada, aleikum selam wa rahmatullah. Kam dërguar një SMS në Facebook në lidhje me rinia shqiptare në Bayern, inshallah taala. Do ta lexojmë. Linkun për mu fal, po ta çoj. Atë të faljes ja ku e ke. Edhe për atë tjetër flasim. Ishin si popull më të fortë se sa ju. Pra në kuptimin e forcës ishin më të fortë se sa kurejshitët. Pra sigurisht thot Zoti, ne ju kemi thënë mësim më të mirë më të fortë se sa ju, jo më ju që s'jeni asgjë, as në forcë në krahasim atë tjetër. A mund të japim fitra të afërmve? Po. Të me shpërblim dy fisht. Hajde kompliment, hajde. Ka një kompliment shumë i bukur këtu. O, është thot në ke morë mendjen. Inshallah s'lu menç. Nga USA, Boston, Massachusetts. Aleikum selam. A mundemi para së fyrit ta falim vitrin? Po. A lejohet me knu të vdekurit nëse knon ti vet, babën, nonën, gjyshin, ose vllajën edhe motën që nuk kanë lënë trashëgimtar, po. Për me pagut hoxhën. Selam thot nga Çana Kaleja. Çana Kaleja. Bravo, bravo, mashallah, Zoti rrit. Nga Kanadaja, amin gjithë. Nga Vjena, aleikum selam. Amin. Sa kohë para iftarit është mirë të jemi në sofër? Po besoj disa minuta përpara, çfarë do të bësh, do të rispeshës iftarin në sofër një orë përpara. Ca minuta përpara, si gjithë bota. Këtë vit kam filluar të falem, po nëse bëj gabim gjatë faljes, nuk ka problem, inshallah taala. Selam nga xhamati Pizës, aleikum selam wa rahmatullah. Po, çfarë ore falet sabahun? E fort. Kjo është e fort. Selam nga Hollanda, aleikum selam wa rahmatullah. A janë hadithet wahi prej Allahut, pra shpallje prej Zotit, pa dyshim. O, është thot në dëgjumë në 4 mëngjes, çfarë të bëjmë, thot, të fus një vizë, prej sa të fusun ty blokun, pastaj futi vizën. Iku dhe njoni. Pa leo të gatuaj me ven, jo. Kur fillon dhe ditë që funit e sjaruam, Ramadan Kerim, thot nga Toskana, Allahumma amin, nga Barma, s'na kalëzohet, thot, çfarë ore falet sabah?
Ua, sa e fort, jo për Zot. Elhamdulillah që Zoti i madh ka bërë haram vetë vrasjet. Se në këtë pyetjen e sabahut kur falet, po mos ishte njeriu besimtar, e kishte çu të shkretin vetë vrasje e kishte çu. Është një aplikacion, ja po ta çoj këtu aplikacionin. Islamicfinder.org, kliko këtu për zgjidh isna si metodë kalkulimi. Edhe s'ke nevojë më pastaj as për sëfyr, as për imsak, as i gjë, ke gjitha njësh. Kam dëshirë të falem, urdhëro. Po ta çoj linkun. Allahu ta mund soft. Pa përsheva, lësëm nga klosi. Thot këtu në Gjirokastër, thot nga 2 tërmetet një pas njëshme brenda 5 minutash. Allahu ju një moft. Ata që e prishin agjërimin nga injeksionet se janë smur, nuk e prishin injeksionet agjërimin. A mund të ndajmë zekatin 2 pjesë? Dhe sa duhet jetë shumë minimale? Nuk ka shumë minimale. Zekati obligohet nga 10 milion e lartë, ose 10.000 euro e lartë. Selam aleikum, thot nga Idrajdi. A mund të gjem Kur'an në gjuhën shqipe? Po, s'ka dyshim. Italia, nëse. A bën me dhënë zakatin e fitrit të xhamia? Po, s'ka dyshim. A ke plan me ardhë në Chicago? Inshallah, dëshirë kam. Inshallah në mundsohet. Slovenia, aleikum selam. Gostivari, Trento. A prishet Ramazani me ngrënë thojt? Prishet. Përveç ati që e bën pa mendje, ju ka bo huq. A mund të falë terapit me 6 surët që di? Po, nuk ka se dhe problemi. Mirë, atëherë them që mjaftohem me kaq sepse dhe unë duhet të çohem të fal synetet edhe sabahun për veten time. A lejo që ta zgjasim syfyrin parë syje? Jo, se del pa gjërim. Nga New Yorku, aleikum selam. A mund ta falim namazin e vitrit para syfyrit 5 minuta? Po. Si ta hiq stresin, se kam një situatë vështirë dhe ka lexu hallin, ka sjell hallin ky vllai këtu. Me namaz vlla, me namaz natë, lutju Zotit, lutju Allahu sa më shumë vlla. Bëj dua Allahu sa më shumë. Gjermania, Perugia, aleikum selam. E lexoj Kur'anin me telefon në Taravi, nuk ka asnjë problemi. Mirë, inshallah. Po mjaftohemi me kaq sepse edhe unë duhet të çohem fal sabahun në xhami. Allahu ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.